Një operacion i gjerë kundër mashtrimeve online po zhvillohet në Shqipëri, ku janë goditur disa baza call centrash që dyshohet se mashtronin qytetarët evropian. Një hetim 2 vjeçar i prokurorisë së Tiranës në bashkëpunim me autoritetet austriake goditën së fundmi 3 call centra në 12 zyra në kryeqytet që kanë mashtruar me mijëra qytetarë evropian, të cilët kanë humbur deri në 50 milion euro. 10 persona u arrestuan, disa organizatorë, disa në flagrancë dhe 4 u shpallën në kërkim. Në aksion u sekuestruan 900.000 euro kesh, ndërsa në zyrat e call centrave u gjetën edhe 80 operator, të cilët u morën në pyetje dhe u sekuestruan celularët. 7 urdhër arreste u lëshuan në total me urdhër të prokurorisë së Tiranës për mashtrim kompjuterik për persona të dyshuar si kryesorët e skemës, të cilëve ju kontrolluan edhe banesat. Burime nga grupi hetimor thanë se të arrestuarit janë administrator të call centrave mashtrues, punonjës IT-je që merren me ngritjen dhe menaxhimin e sistemeve që zhvasin të huajt, të tjerë mirëmbajtës interneti dhe financiar. Mësohet se call centra të tillë që mashtrojnë qytetarët evropian ka edhe në Vlorë, që prej rreth 3 muajve ushtrojnë aktiviteti në qytetin bregdetar. Hetimet për kapjen e këtij rrjeti në Tiranë zgjatën 2 vite me radhë, kohë gjatë së cilës u mblodhën prova e dëshmi nga qytetarët evropian të mashtruar, duke bashkëpunuar me autoritetet austriake. Aktualisht në hetim po mbahen edhe disa baza të tjera të dyshuara se shërbejnë si call centra mashtrimi në kryeqytet, por madje, sipas informacioneve, ka nisur vëzhgimi i tyre dhe mbajtja në kontroll edhe në qytetin e Vlorës, ku pritet që në vijim të ketë edhe rezultate konkrete.